Kur floriri këtu janë varet, këtu e kem gjakun, këtu i kem paret, toke lasht e qëndreses, o Slatina, lofka e zemrës. Kam bo bashkëpunime edhe me këngëtarët të minjur Mahmut Ferati, dhe më thoni kam 3 këngë, tash do të bëjmë edhe një këngë tjetër, kështu që kemi bë dhe një bashkëpunim me këngëtarin Shaqir Cervadiku, Mahmut Feratin edhe Flora Gashi. Kemi disa bashkëpunime me këngëtarë të ndryshme. Çush ka qenë ky bashkëpunim me Mahmutin, Shaqirin edhe Florën? Është një mërgjimtar nga Slatina e Dibrës, domethënë Esat Hysa, që ka bërë organizimin e këtij projekti. Është shumë interesant për shkak se domethënë ka bërë në fshatin e vet, domethënë në vendlindje. Është e mirë edhe për domethënë edhe për fshatra tjera, një shembull shumë i mirë që mërgjimtarët tanë të vinë dhe ndëgjojnë muzikë folklorike edhe të ushqejnë me ushqimin tradicional të nonave tona, kështu që është një ide shumë e mirë nga Esati që ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Çush erdhi kontakti me Esatin? Se unë Esatin nuk e njoh, veç sa jetë e përmendte, por çush erdhi ideja e atij? Domethënë ka qenë mërgjimtar, është mërgjimtar, domethënë jeton në Amerikë. Kam qenë në dasmë të djalit tij, edhe kështu që ka përmendur që do ta bëjmë një bashkëpunim me këngëtarët e minjur, me Shaqir Cervadiku, Mahmut Feratin dhe Flora Gashin, dhe kështu që ka realizuar një projekt jashtëzakonshëm. Domethënë financimi ka qenë për ti. Financimi ka qenë i tina, edhe një ide jashtëzakonisht e mirë. A e morën mend ose ju ka tregu pak në detaje se sa i ka kushtu këtë pas parasysh që qenë ka dhe mërgjimtar? Besoj që ka kushtu, por nuk e di shumë në sa, po gjitha e organizim sigurisht që edhe kushtojnë. A priton me na e kënu një pjesë të kësaj këngë ose pjesën që e kënën ti?